Një këshill për ata që thënë që gruaja duhet me modernizu me punu, jo me në të shkuar. Gruaja modernizimin, përparimin, emancipimin, punën, këtë njerëzit i shtin më një kategori. Edhe duhet me ditë se njerëzit paria e njerëzve apo elita e njerëzve kur bojnë davet më një punë, duhet me këshirë se për çfarë qëllimi bojnë davet. Hoxhallarët ju japin njerëzve bursa. Hoxhallarët që njëmarojnë dhe një shpi dikujna. Hoxhallarët, aktivistët islam, po thomë vetëm hoxhallarët, aktivistët islam, shohrin për islam. Për çka i bojnë këto punë të mira? Për shka? Qëllimi që mi afru islamin ati, ja qonë dikuj një paqet ndihma të shpia, i thuj, i kje për shoqatës vepro. Çka qëllimi jonë të ne? Ati me ja mush barkin me buk, apo me ka dhu drejtoh pak ka islami. Zekatin, e japin musliman zekatin. Ka pare jap zekatin. Pse e jap zekatin? E pasron mallin tan. Amo afroje edhe ti në islam pak, jap atij zekat. Zekatin, për kushteve zekatit, edhe mi zbut zemrat e njerëzve. E keni mësuar, këta e keni ndëgjuar për kushteve zekatit. Ja jap dikujt atje me ja zbut zemrën atij. Pse? Unë e jap parën teme, ama ti ta du të mirën. Edhe ato, po, hoxhallarët ndihmojnë, japin zekat, organizojnë zekatin, me jamon njerëzve, me jallon atyne, për shka? Me afru njerëzit ndihmë. Më herët në kohën e komunizmit, kina njerëz të cilët kanë folë në për popull, kanë donë davet. Qish me u emancipu njerëzit, me u shkolluën. Qish me u shkollu femna. Ashtë një fjale Azle Alijes, kur ka folë për Khawarijët, thot, kelimetul haqqi uride bihel batil. Fjale vërtet, a më qëllimin e ka të keq. Ato që kanë folë për emancipim, fjala e vërtet, se muslimoni duhet shkollohet, muslimoni duhet përparohet, qëllimi atinve ka qenën mi shërbi dikujna tjetër. Të kanë ndihmu, të ka dhonë bursë, edhe shteti Jugosllavisë ka dhonë bursa shqiptarëve. Po me bursën e vet, ai afruan deri tek njerëzit. Adi qëllimin e kanë pas ato ndryshe. Ti si musliman i jap zekat dikujt më u shkolluan. Edhe ai i ka dhënë një bursë më u shkolluan. Ti kje qëllimi jota tjetër, qëllimi jota me arrit sevap, me arrit shpërblimin e Zotit, ta ati të ndihmosh edhe ta afrosh ata në islam. Qëllimi atij akon se për sevap parën, ai vetëm se pasër interes material i dunjas atë ato. Te muslimanët nuk ka jo. Muslimani më i keq ka hiç sti as namaz as kurxhon, po e jap një dinar thot, vallai, njëri kana haram, njëri kana i rrugës në udhën e Zotit, tash cilët pe jap, valla pe jap çati më mirë. Ai do të thotë hiç falet, më ka qef me Allah zekat aty çka falet. Aty se jap, jo pe garakie se jap aty. Pse? Muslimani dopta po ka qef zonë vend, po qëllimin e vet e ka të sevapi. Ato që do të kanë qëllimin të sevapi. Na kur thojmë se më përparu gruaja, a ban me u shkollu, a ban civilizim, e thojmë na me atë qëllim që qish me u përparu muslimanët. Se duhet gruaja me punu, duhet gruaja me u civilizuan. E shka hen fjallën civilizim, njerëzit nuk e din. Civilizim do të thotë qytetrim. Mu bon shërlike, thjesht, që shtone. Medine, që do të thotë fjalla Medine? Medine, pejgamberi Medine. Pejgamberi alayhis salam Medine se kanë gjitë emrin Medine, mos i ka ardhur Medine. Kur ka ardhur Medine, e ka Tajbe, Yathrib e ka pas përpara. Yathrib, tona e ka ndruar. A më një pëmre më një orë shka është, edhe qatë e ka sot, e ka Medine. Shka do të thotë fjale Medine? Medine do të thotë qytetrim. Qytetrim, më bon qytetar njëri. Emri Medine. Edhe qytetrimit i thonë Medenie arabisht. Pejgamberi alayhis salam e ka lënë emrin qytetrim se Islami po nis për Medine. Qytetrimit, civilizim, më një fjalë. Civilizimi ka nis për Medine. Çka është civilizim? Fjala civilizim është
Këshillën kohën e pejgamberit alayhis salam që kanë marrë sahabët. E kanë marrë këtë dunjë në dorë. Që kjo është civilizim. A njëtë nuk është civilizim, tash me hez gruja në pantolle. Nuk ka këtë civilizim. Kjo nuk ka civilizim. Se të na shumë rrima kanë ndikuar këtone, shumë komunizëm, demokracia, si cila e ka bën vetën këtë, më pak për islam është punuan, më pak për islam është bën ta vet, edhe për çfarë që kanë tullovit njerëzve këto terma dhe nuk e din çka qytetrim, çka përparim ma çka. Muslimon nga më konë me shami, muslimon nga me qenë mbulume, muslimon nga me qenë përparume, me qenë shkollume, krejtët mi pasën, që të punë. Në kushtet e islamit shërip, muslimon nga krejtë të punë duhet t'i ketë. A më në rëndë parë cëllën, ku thamë më herët, me në nëshu Allahut, qëtë namazit, qëtë rrugës, ta ketë mbolecën, dhe simbol i femnë sa ketë. Femna kur shplot, atëherë, kur dhishtë në pantolle, ajo ma bo bashkë me burët. S'ka më simbol të femnës. Simboli i femrës është çështo me qenë, simboli i moshkullit është kështu me qenë. Femra nëse e ma simbolin e vetë si femër këtë, atëherë duhet me shkolluar, me punuar, me përparuar, ose ka nevojë edhe për gratë. Po ama jo formën ato që ishe afrojnë. Po është një fjalë që përdorin një ditë, thotë el gayatu berr el wasila, mjeti arsyeton qëllimin, çfarë do të ishte vetë. Mjetë e ton qëllimin, për me arrit në qëllimin në shka të dubaj, jo, na nuk e këshirim shka dojmë me bon. Na është i veç duhet me mrimë o shkollun edhe, po me këshirim edhe rrugën, pak më njërën. Po duhet na me bon pare me fituan këtë, bini kontrabandës, drogës, po na e dimi se edhe me kontrabandë fituat pare, e dimi se në alkohol ma shumë ka pare, e dimi se në drogë ka pare, e dimi se edhe në kamat dikush fitona, ama jo, na se dojmë ata, ma mire dojmë pak edhe halal. Rrugët e fitimit na i këshirim edhe rrugën se rëski vend e dashte rëski vend ama rrugën duhesh me zgjedh ti rrugën e fitimit me zgjedh edhe na të përparimi ku ashtë na po mu përparuan ama edhe rrugën të zgjedhim si mu përparuan se kur të më rish më një vend me dalë në vodë në të kriqë alje për shembull mu nis rrugës na përmal në përlosh të shta më rinj më këtë më rinjë atje loqë deri kam këtë thera, këtë i shpon kam vrash, thëndë një kam dikon më rinjë atje, më këtë më rinjë atje gjimsnjeri më rinjë po më nisë për rrugë atje, pa atë liftin që kanë mua sukur shka hip ka, zhdrip atje zotni qëllimi islamit ta, me arritën të dikon a më të arrit si zotni unë e arrita këtu në më arrita edhe në razilë e Zotit